jem pak i ftohur, atëre e nderuara zëvendës kryeministre dhe e dashur Belinda, është dashur Kreshnik, të dashur kolegë që do të punojmë bashkë. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu dhe jam i nderuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga zëvendës kryeministrja Palluku, për një detyrë që më është dhënë e që më është besuar e që është mjaft sfiduese. Porti i Durrësit vërtet nuk është port vetëm i Republikës së Shqipërisë, është port i gjithë shqiptarëve, është port i rajonit, është port që sot Kosova po thuj pjesën dërmuese të Mallrave po e merr përmes portit të Durrësit, mbas edhe këtu gati po thuj gjysma e Mallrave që shkojnë drejt Kosovës, nëpër rrugën e kombit, një pjesë e madhe shkon drejt Maqedonisë, dhe është e domosdoshme që ky port të modernizohet në shkallën që të jetë sfidues dhe të jetë konkurrent për gjithë rajonin. Për të realizuar kjo, është e domosdoshme që të shihet pikërisht në aspektin gjeopolitik, të shihet Maqedonia e Veriut, e në veçanti edhe Kosova, si pika prej ku Mallra do shpërndahen në të gjithë rajonin. Unë kam pas nderin, kam pas fatin e madh, që të punojmë bashkë me zëvendës kryeministrën në forume të ndryshme të rajonit, kemi taku në shumë vende, edhe në Tiranë, po në Bruksel e kudo, dhe qasja që kemi pas për gjithë rajonin na ka bërë që ne si dy vende, unë atëherë si ministër i Republikës Kosovës, krahas zëvendës kryeministrës, të kemi një platformë mjaft të qartë për zhvillimin e transportit e multimodalitetit në të gjithë rajonin, dhe kjo i bënte edhe Kosovën edhe Shqipërinë të ndërvarura me njëra tjetrën. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonin. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjerojë kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishohet sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin. Dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Porti i NATO-s, që do të jetë krahas portit të Mallrave në Porto Romano, do të ndihmoj për gjithë rajonin që të ketë siguri. Sot, kur gjithnjë më tepër po flitet për sigurinë, është detyrë dhe sfidë për ne që portin e NATO-s, krahas portit të Mallrave, ta zhvillojmë, të ndërtohet ashtu si duhet dhe të jetë në lidhje komunikimi, qoftë kurrëdore, qoftë automobilistike me gjithë rajonin. Prandaj, unë jam shumë i nderuar. E falenderoj Republikën e Shqipërisë, e falenderoj Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, e falenderoj kryeministrin Edi Rama, në veçanti zëvendës kryeministrën Belinda Palluku, që ma besuan këtë detyrë. Unë këtu më shihni mbase që jam prej Kosovës. Atje më shohin si të Shqipërisë. Nuk është e lehtë, por gjithsesi këtë detyrë do ta bëjmë bashkë dhe uroj që të kemi sukses dhe të shohim sa më shpejt që pas 3 vitesh portin e Mallrave ta shohim të realizuar e pastaj edhe të lidhun me rrjete rrugore e kurrëdore me gjithë rajonin. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit Liburn. Në pjesën formale e përfunduam, megjithatë jemi në transmetim live, po s'ka asnjë lloj problemi sepse pjesa njerëzore është shumë e rëndësishme. E preku pak, po Liburni është shumë i kujdesshëm dhe i organizuar në gjërat që thotë. Që thoni ju, Liburnin e kanë njohur në Kosovë si Shqipërisë, sepse Liburni një pjesë të shkollës mesme e ka bërë në Elbasan? Në Elbasan, madje në klasë me Viskushi. Për më tepër, Liburni Aliu ka bërë plane para se t'i ofrohesh te ky pozicion, që t'jetonte në Shqipëri. Pavarësisht nëse do ta drejtonte portin e Durrësit, ai nuk e dinte. Pra, unë mora shkas
për shkak sa im tha që kam vendosur dal nga politika e do vit jetë në Shqipëri, duhet që ta dini që do jetë dhëndër Shqipërie, kështu që e keni më shumë anon kthej nga qytetari shqiptar tashmë se sa nga i Kosovës. Megjithatë ashtu siç tham, porti është i Shqipërisë, i Kosovës, porti është i gjithë shqiptarëve dhe çka më lidh mua gjithashtu me Liburnin është një projekt i përbashkët që e kemi pasur të dy shumë për zemër. Do t'ju tregoj se si jemi njohur herën e parë në një nga këto aktivitete ndërkombëtare, sigurisht ne do detyra takojmë ministrat, prezantohemi, sidomos me ata të Kosovës, jemi gjithmonë edhe më afër, diskutojmë ku ka nevojë për mbështetje njëri apo tjetri në vota, në procese, kur jemi ulur në përtryeza. Dhe Liburni më ka impresionuar sepse kishte një hartë të vitit 1949, jam korrekt, 49 apo 48? 48, ndoshta, e cila ishte e bërë me atë lapsin me dy krah, i kuq dhe blu, kush e mban mend, ju që jeni pak në moshë, si puna ime. Dhe ishte harta e koridoreve europiane, nga e cila, imagjinoni në një letër të vitit 1948, nga e cila mungonte vetëm pjesa e shqiptarisë. Për shkak të izolimit, të regjimit komunist, dhe për thënë drejtën aty e kemi nisur bisedën e parë mes njëri tjetrit, duke thënë se si do t'ja bëjmë të dy si ministra infrastrukture, që t'i fusim këto koridore dhe t'i zbresim deri në tokat shqiptare pasi na takon, dhe nëse kemi ngel jashtë këtyre koridoreve europiane, nuk ka qenë për faj as të Europës dhe as popullit shqiptar, po të një regjimi që kishte izoluar venden. Dhe kjo ka qenë sfida që na ka bashkuar të dyve. Dhe kështu nisëm punën dhe kemi luftu fort në Bruxelles për ta futur Shqipërinë, për ta integruar Shqipërinë brenda koridoreve, koridorit blu dhe koridorit të 8. Dhe kur kemi marrë lajmin nga Komisioni Evropian, me të vërtet ka qenë një nga arritjet më të mëdha politike që kemi bërë në Bruxelles. Nga ana tjetër, së bashku me Liburnin, një nga projektet më të rëndësishme për ne të dy, por sigurisht me mbështetjen e kryeministrit Rama dhe patjetër edhe kryeministrit Kosovës, ka qenë hekurudha që do të lidh Durrësin pikërisht me Kosovën. Një hekurudhë që është folur gjatë dhe ka mbetur gjithmonë në për letra, por që me dëshirën e madhe dhe me pasionin për ta ngritur Shqipërinë aty ku meriton, për të realizuar ëndrat mbetura në sirtar, së bashku me stafet tona të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë këtu në Shqipëri dhe të Ministrisë Mjedisit dhe të Infrastrukturës në Kosovë, ne ja kemi dalë që të bënim një procedurë ndërkombëtare, transparente, me fondet mbështetura në mënyrë të njëjtë nga të dyja qeveritë dhe në Shkodër kemi pasur prezantimin nga konsulentët e huaj të projektit me 3 skenar, nga i cili është zgjedhur skenari i hekurudhës që shkon jo përmes rrugës Kombit, pasi e ka një akses pjesa e Prizrenit, por e hekurudhës që shkon drejt Shkodrës dhe më pas Gjakovës. Një vepër infrastrukturore sfiduese, me më shumë se 100 ura dhe tunele, por që nga ana tjetër do ta bëjnë në të vërtet portin e ri të Durrësit, port të shqiptarëve. Portet moderne me volumet që ne synojmë të kemi në dekadat e ardhshme, pasi po ndërtojmë një port i cili do t'i përgjigjet nevojave të rajonit dhe jo vetëm të Shqipërisë për dekadat e ardhshme dhe jo për pak vite, padyshim kërkojnë lidhje hekurudhore. Nuk bëhet transporti i mallrave që vinë nga deti me automjete, sepse janë kosto të larta, nuk ka eficiencë në kohë dhe nuk do ta shpikim në rrotën. E kanë bërë të tjerë para nesh. Edhe brenda porteve ka
hekuruar në ditët e sotme, siç do ketë edhe porti i Porto Romanos. Dhe një lajm tjetër i mirë, përveç faktit që Marina e Durrësit po ecën me ritme të mira, tashmë kantieri duken ku janë ndërtesat, pjesa e detit ka përfunduar pjesa e parë e pastrimit dhe krijimit plazhit, por për Marinën ka shumë informacion.